përshëndetje të gjithëve, mirë se keni ardhur në këtë konferencë të radhës në prag të ndeshjes që ekipi jote do të zhvillojë nesër në Ferizaj. I pranishëm si gjithmonë është trajneri jonë Zakaria Ramadani, ku si fillim i kaloj fjalën atij dhe më pastaj me pyetjet e gazetarëve. Trajner, fjalë. Faleminderit, mirë se keni ardhur nderuar gazetar. Nesër na pret një ndeshje e vështirë për shumë arsye. Normal që pozita e Ferizajt tani nuk është edhe siç ka qenë, është shumë më mirë dhe janë rritë edhe objektive tek ekipi kundërshtar. Pastaj është edhe arsyeja tjetër që shumë kundërshtar në Ferizaj janë poshtur. Është një skuadër që brenda luan është shumë fanatike dhe është shumë këngurse për të arritur qëllimin. Nuk e di sakt, po ndoshta vetëm skuadra jonë ka arritë të marrë 3 pikë në Ferizaj deri më tani. Me të vërtetë është një kala e pamposhtër Ferizaj, por ne dihet objektivi jonë dhe ne do të shkojmë për 3 pikëshin dhe kvaliteti ose morali do të jetë nga ana jonë për shkak që luftojmë për kreun e tabelës për titullin kampion. Kanë mbetur edhe pak ndeshje. Nuk lejohet asnjë gabim dhe shpresoj në një lojë luftarake nga 2 skuadrat me mjaft duele dhe në fund shpresoj në 3 pikëshin që dhet në anën tonë. Faleminderit. Pas rezultateve të djeshme, a bëhet gara më interesante apo si vlerëson ne? Garën ne shohim garën tonë. Te gara jonë nuk është që ka ndryshuar shumë, domethënë jemi një ndeshje më pak se rivali jonë direkt Ballkani, jemi 9 pikë përpara. Por normal, ato tjerat dhe shohim që Gjilani tani me një fitore është me 4, Dugagjini Ramo poshtë, shumë ndryshime të vendesh me 1 fitore, me 2 fitore vjen në zonën e vendit 4-5, pastaj me 1 humbje jenë në zonën e barazhit. Garë shumë interesante, shpresoj që të vazhdoj gara për ato objektiva që janë, mbijetesa dhe Evropa, kurse sa më shpejt ta mbyllim garën për titull. Kjo na intereson neve. Trajner, Ferizaj në këtë pjesën e 4-të po luan më mirë, këtë pjesën e 4-të të kampionatit, ndërkohë që kur e kemi parasysh ballafaqqimin që e ka pas me ju në këtë kampionat, ju jeni superior. Në 3 këtë takime keni arrit fitore. Do thotë në mënyrën të rria rastet e keni gjetë formulën që shumë poshtë të Ferizaj, edhe pse thotë se në shtëpi është më fanatike. A mund të presim edhe nesër një formulë të tillë që të kthehemi në me fitore? Patjetër që ne jemi bogati për të marrë 3 pikëshin dhe është bërë analiza e Ferizajit, kemi pas dje dhe pardje një normal punën për ta bërë analizën ashtu siç duhet dhe shpresoj që të arrim deri te 3 pikëshi. Ferizaj që nga Sinori pranveror, domethënë jo vetëm rrethi i 4, po nga Sinori pranveror, me sa komponjë tabelë është në vendin e dytë, nëse mirën vetëm pikë të Sinorit pranveror. Vendi i dytë është direkt mbas neve dhe kjo edhe më tepër na bën të kujdesshëm që mos mendojmë se Ferizaj është një skuadër që mund të mposhtet aq lehtë, se ndoshta duhet marrim mësim edhe nga gabimet e skuadrave tjera që kanë shkuar me shumë më tepër kvalitet në Ferizaj, po janë poshtë. Mirë, por ne duhet të vazhdojmë ashtu siç e kemi pas në 3 takimet e fundit përballë Ferizajit dhe të japim maksimumin fushë. Unë jam i bindur që do jetë një ndeshje me shumë duele, por shpresoj që në fund ta arrijm fitoren. Trajner, për kundër faktit që kryesoni në tabelën e Superligës, konsideroj që jeni shndruar në një pikë karburanti ku ekipet i mënyrë po vinë po rimbursohen të drita. Pra si fundit keme Kupën e Kosovës, ku jo për fat keq humbët, dhe humbët shumë keq 4-0, dhe mon një diferencë shumë e madhe. Ekipo ndeshën se 3 kam bërë. Po s'ka një tash 3-4 dhe mon... Jo, tash korrigjoj. Mu 10 mu ka doktën. është për shembull Kupa e Kosovës është shumë e shajtë, për shembull në anëret e historisë mbetet aty si proces. Andaj për shembull apo Realin dhe Barcelonën pron politë 130 minuta për me marrë një kupë. Ndoshta nuk është diçka shumë e madhe kupa, po është e madhe për shembull titulli. Po. Andaj krahas asaj që është një elaborim e boka për ndeshjen, domthonë
e kupës, po në njëjtën kohë duke pas parasysh që tash diferenca me vendin e dytë është më zgavofshë 9 pikë. A do të betonoheni këtu dhe të mbyllet hambari i argëtimit pikën edhe i golën nga ekipet e tjera? Do të thotë mbyllet hambari i dritës për ekipet e tjera, që mos kenë mundësi pra me marrë pikë më shumë të drita. S'jam të kuptu hambar, çfarë hambari ki fjalën. Hambari Okej, po pikë, flas për kupën se këtë pyetjen e dy s'jam të ta kuptu Po, çfarë hambari. a do ta mbyllni portën që mos të mposhtet drita më në pjesën tjetër të kampionatit? Kur mposhtë drita në kampionat? Herën e fundit. Po, Ja, okej, kur mposhtë herën e fundit? U mposhtet për Malishevës, për E shembull. Para 2 javë. po, domethënë nga stinori pranveror kemi vetëm 2 humbje. Po, në kur është para 2 javë, po. Po mirë, po tham vetëm stinorin pranveror. Dritën dy humbje, S'janë shumë. sepse ju vazhdimisht pretendoni që jeni në Super League jeni shumë të fuqishëm. Po, natyrisht. sakt. Po nuk pretendoj unë. Gabim ju e bani pyetje, nuk pretendoj unë. Është vendi i parë. Kjo është ajo që na jep neve që jemi të fortë në Super League. Ne jemi në vendin e parë, jemi 9 pikë më tepër se vendi i dytë dhe kemi një ndeshje më pak se vendi i dytë. Kjo është ajo që nuk pretendoj unë të jemi mirë. Sa përket kupës, nëse dikuj ka dhimbt më shumë se neve, nuk ka shansa ti me dhimbt, humbja, se ne kemi derë djers, mund, angazhim, na shi, edhe na vjen keq, po gjithmonë për mos arritjen e objektivit, fajtori jam unë, futbollistët kanë dhënë maksimumin në atë ndeshje. Ka qenë një ndeshje që në gabimin e parë ne u ndëshkuam dhe ka qenë një ndeshje që për neve ishte me një rezultat në dizavantazh, por për Prishtinën ishte jeta vdekje dhe e shfrytzuan gabimin e parë dhe është shumë e vështirë, vetëm ato që kanë luajtur futboll mund ta kuptojnë kur ti në ndeshjen e parë në dizavantazh dhe fillon ndeshjen e kthimit me një rezultat negativ, nuk ka motiv që mund të ktheje. Dhe ndoshta nga fillimi që kam potencuar se ne kemi objektivin e duhur për të për garu në dy frontet, mirë po në javën e fundit ne kishim 4 dëmtime që të rënda. Së mund të quaj se janë me operacion, po nështë nga ato 4-3 kanë mbyll kampionatin. Dhe tu 4 janë bazë e formacionit dhe kjo na penalizoi më tepër, për që ne nuk arritëm dalim në finale. Por sa i përkes dhimbjes, nuk ka shans ti më dhimbë më shumë se neve. Ne kemi humbur në çdo aspekt. Financiar, aspektin moral, ka ra ekipa për toke mos asaj humbjes, është do shumë me punu në aspektin psikologjik për ta ngrejt ekipën dhe ajo që është më e rëndësishme për neve është që këto që kemi të shëndosh të kemi të përgatitur edhe psikikisht por edhe fizikisht deri në fund kampionatit. Klubi i Dritës nuk është jemi, po është i qytetit për shembull ku kryesisht synohet për me tash një pjesë madhe shtetare. Ti thon ka dhimbje shumë. Po normal që nuk them sa mua jo. Si një tifoz i Dritës normal që nuk Po sa mua jo, s'ka teori. Po nuk ka një simose për ata. Po ata për shembull që po duhet me pyet është shumë e thjeshtë. Na paralajmëron një farë që Ferizaj është një farë të ngritë në lart, ndërsa është i paparashikueshëm në terrenin e vet. Pra nëse theni nesër ose mos po na paralajmëroni që nesër do të humbnin ndaj Ferizajit. Varet që mërtim nuk thash që jena të shku me humb, thash jemi përgatit maksimalisht për të arritur objektivin tonë, objektivi jonë 3 pikësh. Nuk ka trener në botë që mund të përgatit ekipin për me humb. Nuk ka trener në botë. Shumë gabim me ki qasë. Keni shumë zgjedhje, po edhe zgjedhje në repartin sulmos, për kundër që të ndeshjen e fundit nuk ja dole se shënani. A pritet ndryshime në fazët sulmose për ndeshjen e nesër? Në është kufizu numri i futbollistëve. Ju e dini që Rombroja, Almiraj Zeraj, Blerim Krasniqi dhe Mesa nuk i kemi, ndoshta deri në fund kampionatit nuk do t'i kemi. Nuk mund të bëjmë edhe shumë ndryshime tani, të themi realitetin. Po këto që janë, jam i bindur dhe kam besim të madh te këto se siç ka qenë tek Drita dhe me këto 4 në formacion, ne nuk kemi varur vetëm nga reporti sulmues, po ndonjëherë edhe mbrojtja ka vendosur ndeshjen dhe shpresoj që nesër
vetëm objektivi jo na intereson, nuk është shumë e rëndësishme se kush shënon, a shënon reporti sulmues apo reporti mes fush apo reporti mbrojtjes. Vetëm 3 pikë që na intereson. Po shifët që jeni tejet serios, sidomos në kampionat dhe apritni që mos të lini shumë dilema titullin ta festoni më herët se sot. Dë bëjmë pa mundërën, bëjmë gjithçka ne çfarë bëjmë që sa më shpejt ta sigurojmë titullin, se pasaj pas sigurimit titullit jo që ka mbaruar puna jonë, po fillon puna jonë, duke marrë parasysh përgatitjet, ndryshimet që mund të jenë në ekip dhe me një sigurim të titullit, ndoshta blejmë një farkohë më tepër për ta përgatitur ekipin sa më mirë për arenën ndërkombëtare. Edhe një sqarim për fund. Ne jemi si media për shembull për të përçuar zërin tuaj të qytetarët, jo për me bërë diskutime me Zërin tim, okay? Absolut. Po, okay. Edhe tjetra. Ajo që duam për shembull në turu është veç fitore dhe shëndeta të mira. Faleminderit. Nuk kemi kur gjë kundër jush. Ne për shembull e përçojmë edhe një mënyrë, edhe zonën e qytetarit të ju, por në njëjtën kohë e kthejmë të mbrapa domosdoshmë përmes neve të qytetarit, zonën tuaj. Shumë e qartë. Ajo që na vim këtu për shembull është për me përçu mesazh. Ësakt. Jo me bo për shembull mi shkret dëshirat e Po jo hambar. Nuk është mesazh me hambar drita, s'është hambar drita. Po çfarë mesazhi përçon? Derisa për shembull humbi kupa, dikush është prek ndoshta që ka në qytet ka njerëz që vdesin ndoshta për dritën. Edhe ka dikush për shembull që e shpreh një mbledh të tillë. Andaj një sqarim për shembull thjesht deshta me bon këtë kuptim. Jo Unë të kuptova në pyetjen për sqarimin për ndeshjen me kupë, kurse ato me hambar unë nuk i marr vesh, jam shumë nuk e di, s'mund t'i marr vesh ato me prapa skena ato pyetjet, por përçimi i mesazhit është shumë i mirë, për ato që janë mërzit në kupë, unë ju garantoj që dë jau heqim atë mërzi me fitimin e titullit. Po në herë kolegu im tha se jeni shumë serios këtë fundit, po ju këtë fundit, po ndoshta në përgjithësi, unë do të shtoja krahas që jeni serioze, jeni pak nervoz sa që po hopni në një takim qoftë pikë qoftë tash për kupë, sepse nganjëherë ky komunikimi me gazetarë po e shpërfaq. Asnjëherë nuk po, okay. Mund të jetë takimi me Ballkanin, pikërisht një takim i cili do ta sharojë ato që më bë festimi më herët. Po në sarim 2 fitore radhës me Ballkanin nuk do ketë fare nevojë për marrjen e pikës, do jetë një ndeshje për prestizh, një ndeshje shpresojmë të arrijmë deri te ajo, por edhe nëse nuk arrijmë, nëse na duan pikë ne do shkojmë për të fituar edhe në Ballkan, siç kemi fituar 3 ndeshjet në këtë kampionat, mund ta fitojmë edhe ndeshjen e 4. Nuk ka asnjë dorëzim. Se për këtë nervozës, unë nuk e di si ju dukem juve, por nuk ka trener që kur humbe nuk mërzitet, por mu as nuk miret frima, as nuk bebzoj, as nuk skuqem. Para çdo humbjes, unë jam ai që marr përsipër, në çdo fitore merita maksimale është e futbollistëve. Gjithmonë kur ekipi jem humb, asnjë futbollist nuk ka faj, se edhe me gabimin e atij futbollistit, ai nuk e ka marrë formacionin vetë, ku futon në formacion. Dhe unë jam ai fajtori për çdo eliminim, për çdo humbje, për çdo rezultat që është negativ të skuadrës së dritës derisa jam unë trener. Futbollistat kanë dhënë maksimumin, janë në rregull me mua, normal ne i shohim gabimet, i përmirësojmë gabimet, mirë, po përgjithësi në humbje ato s'kan fare, përgjithësi maksimale e kam unë. A keni mungesë lojtarëve për shembull ose lojtarë të menduar për që ju duhet patjetër për shembull ose zaventime duhet për pjesën tjetër kampionatit. Ne s'mund të marrim futbollistë tjerë, po të lëndum i thash që kemi këto 4 futbollistë që janë të lëndum. Ne s'mund t'i kompenzojmë tani për pjesën tjetër të kampionatit, që ato që janë mirë e shëndoshë dhe shpresoj që do gjejmë informacionin e duhur për të nxjerrë maksimumin në ndeshje. Në rast se s'ka pyetje tjera, unë ju falenderoj shumë për pjesëmarrjen dhe shikimin në konferencën e radhës.